Tentat e shoqërisë njerëzore nuk kanë qenë kur më të munguara. Ato ekonomike edhe më pak. Në një formë a tjetër, ato e kanë prekur trajektorin e gjatë të shoqërisë njerëzore. Dhe e kanë ndryshuar rrugtimin e njerëzimit shpesh herë fort dhe pak thyeshëm. Një e tillë paralajmërohet edhe tani. Me kujtimet e dy të tjerave brenda shekullit të kaluar, skenarët dalin të frikshëm. Ekonomia botërore ka përpara zgjedhje të vështira, ndërsa Kosova ka një sfidë tjetër. Dhe vendimet e të sotmes do të formsojnë të nesërmen në një afat të gjatë. Ekonomia në kohë të pandemisë. Pandekonomia, dokumentari radhës në Memory. Kryeqyteti i botës, i asaj të vjetrës. Bota e re ka kthyer në qytet, si krejt qytetet tjera. Përballë të njëjtit armik. Në të njëjtën luftë, me gati të njëjtat pasoja. Një agent biologjik që kërcënon kolaps ekonomik. Kriza ka kaplu pothuajse mbi 200 vende të botës dhe tash vetëm jemi të folë për pasojat të paimagjinueshme që ndoshta do t'i kalojnë gjitha krizat, duke përfshirë edhe atë të vitit 1929-33. Pasojat dhe kujtimet e gripit ekonomik të 2008-s janë të freskëta. Milionat pa punë, borgje marramense, një recesion i madh. Prandaj tani këmbanat e alarmit bien më këmbueshëm. Ekonomistët e njohur botëror të përfshirë edhe organizata ndërkombëtare si IMF-i, organizata botërore të tregtisë, janë duke i parashikuar dëmet eventuale. Sipas parashikimeve të tyre, nëse kjo zgjatë dhe ekziston ky skenar edhe për disa muaj, atëherë me të vërtetë ekonomia globale do të ketë pasoja që do të jenë ndoshta të krahasueshme apo edhe më të mëdha se ajo e vitit 1929-33. Kjo për arsye se tash ka kaplu pothuajse të gjithë ekonominë, ka bërë një çrregullim të jashtëzakonshëm të gjithë zinxhirit të vlerës. Tregjet financiare janë në rënje të lirë. Indekset kryesore po përjetojnë skandalet e maktit. Tregjet financiare që duke përjetuar problemet të jashtëzakonshme të rënjes çmimeve të aksioneve, për arsye se pasiguria është shkaktari dhe problemi kryesor i kësaj krize. Njerëzit nuk dinë, investitorët nuk dinë se sa do të zgjatë, si do të shkojë puna dhe automatikisht kemi pas një rënje të çmimeve që dita ditës po thehen rekordi paraprake i rënjes së çmimeve që ka ndodhur në gjitha bursat dhe tregjet financiare botërore. Tregjet financiare kanë me përjetu ndoshta stresin më të madh që ka ekzistuar dhe shumë prej tyre ndoshta edhe ka prej tyre që kanë me kolapsu. Ekonomia më e madhe në botë po të kurrët, ndërsa numri i papunëve në të rritet. Në janar ishin 5.7 milion, në mars u bën 7.2 milion, ndërsa në prill 20.6 milion. Shifrat e tilla janë parë që gati një shekull. Parashikimet për të ardhmen janë akoma më të frikshme.
Rezerva Federale St. Louis projekton papunësi në Amerikë tek 32%. Para këtij numri, depresioni i madh i viteve 1929-1934 duket i vogël. Kriza atyre viteve kishte lënë miliona njerëz pa punë dhe rrjedhimisht pa para. Kërkesa e vogël, pasojë e shtrëngimit në shpenzime, i kishte dërmuar prodhuesit. Jo shumë ndryshe nga sot, zinxhiri ekonomik ishte prishur. Tregtia nën masa mbrojtëse nga Amerika vetëm e kishte përkeqësuar gjendjen. Tani skenari është po aq alarmues. Paralajmërimet janë që tregtia mund bie mes 13 dhe 32%. Do të ketë pasoja jashtëzakonisht mëdha. Problemet janë për arsye se kriza e ka rrok më shumë e ka kaplu ekonominë perëndimore, se ta quaj vendet perëndimore të zhvilluara. Edhe pse është e përhapur në këtë botën, mirë po goditjet më të mëdha kanë marrë këto vende dhe tash rezultati i këtyre goditjeve është një zvogëlim i madh i kërkesës për produkte, për shërbime që rrjedhimisht ka me zvogëlu kërkesën. Përndryshe, nëse kishte me qenë veç 2-3 vende që ka probleme dhe pjesa tjetër botës jeton në mënyrë normale dhe kërkesa është stabile, ndoshta do të kompenzohej efekti. Sot shembull jemi duke folur edhe për probleme të mëdha dhe në industrinë e naftës shembull. Me zvogëlimin e transportit, disa sektorëve specifik normalisht që kanë mi ataku më shumë sektorët dhe vendet që janë të varur ekskluzivisht nga sektorët që janë të prekur nga pandemia. Dhe në këta sektor, papunësia ka me qenë më e madhe. Edhe ekonomia evropiane është në shok. Kështu cilësohet gjendja në strategjinë dalse nga pandemia, dokument konfidencial që Komisioni Evropian ka nisur për gjithë institucionet e Unionit. Impakti ekonomik dhe social do t'jetë i rënd, siç tregojnë lëkundjet në treg dhe shifrat në rritje të papunësisë afaqshkurtër. Banka Qendrore Evropiane ka ndarë 750 miliardë euro për ta qetësuar shkundjen ekonomike. Gjermania ka vënë në funksion të ekonomisë së vet po aq, Spanja 200 miliardë. Përmasat e injeksionit ekonomik në formën e paketeve fiskale janë të papara ndonjëherë. Dhe, megjithatë, po konsiderohen të vogla, të pamjaftueshme. Prandaj po shqyrtohen ide krejt pazakonta. Një ndërto njihet si helicopter drop, printimi i parave dhe shpërndarja tek gjithë pa kushte. Administrata amerikane përmes fjalëve të shefit të thesarit, Steve Mnuchin, ka lënë të kuptohet se kjo mund të ndodhë. Americans need cash now and the president wants to get cash now, and I mean now in the next 2 weeks. Përdej këtyre masave rënja vazhdon dhe projeksionet janë shqetësuese, ndërsa realizimi i tyre mund të jetë botëndryshues. Do të bëhet një rishikim i politikave, i mënyrave se si shtetet kanë bërë politika ekonomike. Në fakt, edhe kriza financiare e vitit 2008, me intervenimet e mëdha që shoqëroi qeverinë amerikane në ekonomi, besa dhe blerjen e aksioneve të bankave për të shpëtuar, i ka bërë ekonomistët me mendu pak më shumë se si do të funksionojë ekonomia. Mirë po kjo krizë e pandemisë do t'ja jap, unë besoj, vuljen. Vendi do të përballet me një krizë të thellë ekonomike. Rreziku për të përhapur virusi është jeti madh.
Banka Qendrore e Kosovës ka parashikuar rënje të ardhurave. Do të shënojmë një rënje të rritjes reale ekonomike prej -2 deri në -4%. Lajmi që dha guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Fehmi Mehmeti është i pazakont për ekonominë e Kosovës për te çdo situate dhe i paparë në përmaso. Recesioni troket për herë të parë në derën e ekonomisë kosovare, që prej shpalljes së pavarësisë, Kosova ka patur rritje ekonomike mesatare prej 3.6%. Papunësia ka lëvizur mes 47 dhe 26%, ndërsa varfëria tek 34%. Asnjë nga këto shifra nuk e sqarojnë shmangjen e ekonomisë kosovare nga krizat ekonomike deri më tani. Viti 2020, tani me figura të reviduara, do të ketë rënje ekonomike ndërmjet 2 deri në 4%, që është ndoshta njëra ndër rënjet më të mëdha ekonomike në Kosovën e pas luftës, dhe efekti duket të jetë edhe më i madh se sa gjatë krizës 2008-2009. Segmentet kryesore përmes cilëve efektet e krizës kanë efektin e tyre në ekonominë e vendit, pritet të jenë fillimisht mbyllja e shumë veprimtarive ekonomike, që nënkupton mosgjenerim të hyrave, mosgjenerim të aktivitetit, si dhe humbje të vendeve të punës. Rritje ekonomike negative, goditje për sektorët më vital të ekonomisë dhe zvoglimi i remitencave. Përveç shëndetit të qytetarëve, edhe shëndeti i ekonomisë rezulton po aq i prekur nga paralizimi sistematik i shtrirë në kohë. Kjo nënkupton që shumë biznese duhet mu përshtat me rrethana të reja, që e thash me pranu që jemi në vështirësi. E dyta nënkupton që vende pune do të mbyllen, për shkak se kompanitë do të detyrohen me ul shpenzimet operative. E treta i bjen që do të ketë sektor të cilët do të ndikohen, domethënë, nga kjo. Në një anë do të ketë sektor edhe që realisht do duhen komplet mu transformu. Çfarëdo lëvizje ekonomike pamundsohet nga vendnumrimi, pasojë e ngujimit. Vendimet e qeverisë së Kosovës për karantinim të disa qyteteve e kanë vështirësuar akoma më shumë situatën e bizneseve. Pezullimi është kthyer në normë që s'lejon përmbushjen e normave të prodhimit. Kërkesa e brendshme ka rënë, ndërsa ajo e jashtme ka përballë kufi të mbyllur. Janë duke punu, që se marrim si një mesatare me 50% të kapaciteteve që kanë punu para krizës. Do të thotë kemi një rënje drastike. Kjo nënkupton që edhe 50% e punëtorëve janë të pritës në fabrikat dhe do të ketë vështirësi për pagat e tyne. Antarët e klubit prodhuesve të Kosovës, të gjithë janë zotu që do t'i paguajnë pagat e punëtorëve për mars edhe prill, por sa do të gjatë kjo është një çështje që ne e dim kur ka fillu kriza, pandemia. Sa do të gjatë nuk e dim. Edhe kjo pastaj është një panjohur për sektorin e prodhimit, se nuk e dim sa do të gjatë, sa ka pastaj mjete financiare, sa mund të vazhdojnë të prodhojnë. Humbje të mëdha do të përjetojnë edhe shërbimet. Bazuar në një raport nga promovimi i punësimit në sektorin privat, në bashkëpunim me Swiss Contact dhe Institutin Reinvest, mbi 12.000 punëtorë të hotelerisë janë jo aktivë dhe rrezikojnë t'i humbasin vendet e punës. Dëmi financiar vetëm nga pagat të këtij sektori sillet rreth 6 milion euro. Humbjet e shkaktuara nga mosushtrimi i veprimtarisë, 13 milion euro. Ndërsa pasojat e krejt këtij mosaktiviteti llogaritet të dëmtojnë sektorin edhe me 10 milion të tjera. Kjo do të na përcjell, domethënë, distanca sociale do të bëhet edhe distancë ekonomike për një kohë më gjatë, jo vetëm deri në momentin që ne rrafshojmë këtë lakoren që po synohet të pjesa e shëndetit, po edhe për një kohë më gjatë ne do ta kemi një cikël ose një dinamik të ekonomisë që do të jetë jashtëzakonisht fragile, kisha me thonë. Pa kompani në Kosovë
kanë kapital të mjaftueshëm që vetë me përballu një krizë që mund zgjatë edhe 2 muaj, edhe 3 muaj. E mos flasim për periudha më të gjata. Situatat e kriza ndryshojnë sjelljen konsumatore. Recesioni ekonomik i vitit 2008 e ka vënë në pak këtë ndërlidhje shkak pasojë. Njerëzit ndihen të pasigurt, prandaj refuzojnë të bëjnë investime që shtrihen në afat gjatë kohor. Paluajshmëritë janë investimi i tillë. Mbi 75% të kompanive ndërtimore dhe 80% të agjencioneve të patunshmërive kanë reduktuar ose ndërprer punën. Investimet e planifikuara kanë rënë po për 75%, ndërsa dhënia me qira dhe shitja janë pothuaj në pikën 0. Definitivisht nuk ka sektor ose pore e shoqërisë kosovare në aspektin ekonomik që nuk është e goditur, por ju e dini që vendet ose sektori që ka gjeneruar më shumë të punësim ka qenë sektori ndërtimtarisë dhe ka pësu një fiasko në aspektin e punësimit, në aspektin e shitjes dhe definitivisht ky do t'jetë një ndër sektorët që do të gjeneroj një formë të indeksit zinxhiror nga nalë poshtë edhe efekte negative në tregti dhe shërbime, do të ndikoj në ramin e konsumit, do të ndikoj në mënyrë të drejt për drejt në shërbimet të ndryshme dhe po e shihni që vërtet jemi para një situate ku ekonomia mund të jetë e paralizuar. Prodhimi ndërprer, shërbimet pezulluara dhe konsumator hezitues. Ky është kombinimi i përkryer për katastrofë ekonomike. Për biznesin dhe punëtorin kosovar, kjo përkthehet në humbje të mëdha. Ne kemi bërë një vlerësim, domethënë duke u bazuar në indikatorët në trendin e konsumit kryesisht, po normalisht dhe në raport me qarkullimin mesatar mujor që ka sektori privat brenda një muji, duke krahasu këtë edhe me vitin para prak, ne shohim një humbje ditore 10 milion euro. Pak a shumë me të njëjtin vlerësim ka dalë Ministria e Financave, jem duke folur për 120.000 deri 140.000 këto ditë e fundit cilët nuk janë në vendin e punës për shkak të masave kufizuese të cilat kanë qenë të domosdoshme për me ruajtur shëndetin publik. Zinxhiri ekonomik nënkupton që humbjet për qytetarin dhe biznesin pashmangshëm janë edhe humbje për shtetin. Më pak para në llogaritë e bizneseve dhe xhepat e qytetarëve do të thotë më pak para në kuletën e shtetit. Ministria e Financave llogarit që portofoli deri më tani është kurrur për 200 milion euro. Por vlerësimet për humbjet e biznesit i ka më konservative. Humbjet do t'jenë të dyanshme dhe këto nuk duhet me harru. Humbjet do t'jenë për shtetin, kuptimin e tyra ose nën përformimit të hyrave buxhetore, po në njëjtën kohë do t'jenë humbje edhe për bizneset edhe për ekonominë. Prandaj në këtë relacion duhet shoqërohet komplet mobilizimi i qeverisë edhe mobilizimi i përgjithshëm si me te kalu këto situata. Është shumë e qartë dhe këto duhet me bëhet qartë edhe sot që humbjet do t'i bartën bashkarisht. Nuk do të mundë qeveria vetë gjitha humbjet me mblu, po do të doj bashkarisht të mblojmë një pjesë edhe kompanit, edhe qeveria, edhe sistemi financiar. Pra një kombinim që humbjet jenë më të vogla, nuk e dim as kush nuk mundet, çdo kush mundet veç me supozu, po është mirë që supozimet jenë mbi baza reale. Po ti kishme nga 10 milion humbje në det, ne duhet ta kishim një ekonomi 2 fish nga kjo që është sot, ose një buxhet 2 fish nga ajo që raportohet si humbje ditore.
Përdej këtyre dualizmave e vërteta është një. Biznesi kosovar është në vështirësi dhe në nevojë për ndihmën e shtetit. Krizat ekonomike si ajo e vitit 2008 tregojnë që injeksioni ekonomik duhet të jetë i shpejt dhe potent. Qeveria e Kosovës ka ndërtuar një pako fiskale me 15 masa emergjente për bizneset dhe qytetarët. Do të orientohet kryesisht të shtresat dhe të kategoritë që mund të kenë me njëherë impakt nga shfaqja e pandemisë, kështu që masat e para kanë të bëjnë me ndihmë që është dhënë skema sociale, një shtesë që do të fillojë të implementohet tash për pensione, për punëtorët cilët janë vendet e punës e që për shkak të gjendjes emergjente kompanitë e tyre mund të kenë probleme financiare, do të thotë qeveria ka sigurë 130 euro për këta punëtorë. Pra kur e shqyqon komplet këtë pakun për 189 milionëve, është një pako që i adreson pjesën më të madhe, problemet sociale, po edhe këtë pjesën që ka të bëjë me rujtjen e aktivitetit ekonomik ose funksionalitetin e sektorit privat. Prodhuesi kosovare e kompanitë kosovare kryesisht nuk janë likuide. Pra nuk kanë rezerva dhe pa to nuk kanë si i paguajnë detyrimet. Kredit janë një formë e pagesave të detyrueshme. Për prodhues dhe kompani që nuk punojnë janë detyrime të paplotësueshme. Ky vendim në fakt është një prej vendimeve më të hershme që Kosova ka marrë në aspektin ekonomik. Përderisa të gjitha vendimet tjera kanë marrë një javë ose më shumë në ndërmarrjen e tyre, vendimi për pezullimin e kësteve të kredisë, nëse ju kujtohet, ka qenë një prej masave të para që është marrë me 15 mars. Dhe ne kemi kuptuar që një pjesë e madhe e qytetarëve të Kosovës dhe bizneseve kanë kredi dhe duke pas parasysh natyrën e kreditimit, ato mund të shkaktojnë edhe të lashe në likuiditetin e individëve dhe bizneseve. Për këtë arsye, bankat pa hezitim e kanë ndërmarrë këtë hap në bashkëpunim me bankët qendrore dhe në koordinim me qeverinë. Megjithse ndikimet janë të mëdha dhe bankat asnjëherë në historinë e tyre që kemi të shkurt në ekzistencën tonë si sektor bankar në Kosovë, vetëm 20 vite, por megjithatë deri më tani asnjëherë nuk ka pas një situatë të tillë ku pezullohen pagesat e kësteve të kredisë. Por është në diskrecion të bankës të vendos kush i plotëson kushtet për të mos i paguar tani 2 këstet të kredisë. Pra është analisti i bankës që vendos cilit biznes apo individ do t'ja pezulloj këstin dhe cilit jo. është më të vërtet vështirë kur lejohet në diskrecionin e një punëtori të bankës të vendosë se cilët kompani do t'ja shtyn kreditin cilës jo. Sepse ai nuk e ka pasqyrën e gjithëpërfshirëse të ekonomisë, çka është duke ndodhur në ekonomi. Nëse vazhdojnë të insistojnë që të mbrojnë profitin, atëherë shumë kompani do të dështojnë sepse nuk do të kenë mundësi të paguajnë jo kredit pas punëtorët që i kanë. Dyshimet në formën e Ministrit të Financave janë që kjo situatë është keq përdorur nga bankat komerciale. Unë kam informata që agent bankar të bankave të caktuara i kanë nxit klientët me i nënshkru pojanën e pagesave ku janë këto kamata të llogaritura duke i keq informuar nënshkrues se qeveria ka me pagu këto. Në atë rast ku ato dokumentohen, bankat do të përballen me dënime të mëdha. Dhe çfarë mund të ndodhë nëse pandemia vazhdon? Nëse kemi informacion që kjo do të zgjatë, ne do të marrim vendime edhe tjera karshi kësaj situate. Pra, vendimi për pezullimin e kësteve është një vendim i cili ndërtohet mbi premisën që kjo është afat shkurtër dhe e përkohshme.
çdo prolongim i situatës ose ndonjë përkeqësim në aspekte afatgjate, ne duhet të rikonsiderojmë strategjinë tonë të përbashkët edhe si sektor bankar, edhe si ekonomi, edhe si shoqëri. Në kushtet të tilla, kur shëndeti i ekonomisë rrezikohet, I duhet shtetit të ndërhyjë. Pako emergjente nuk mjafton, duhen masa tjera. Ne duhet me rrit borxhin publik edhe duhet me shkel rregullin fiskale që lejon edhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Edhe me koordinu me gjithë. Koordinu me gjithë, me pas komunikim të rregullt, presion, duhet orientim I qartë për këtë. Mos humbim kohë. Se edhe te pako emergjente nuk po them që jemi vonu shumë, po këtu është çështje e momentit që e kapim. Letrat me vlerë apo letrat e borxhit janë një mundësi. Me fjalë të thjeshta, ato janë borxhe që qeveria I merr për të kryer punë, edhe për të cilën paguan një përqindje të caktuar të interesit. Bankat kanë qenë mjaft aktive në blerjen e letrave me vlerë që nga emetimi I tyre nga qeveria e Kosovës dhe aktualisht janë duke mbajtur një vlerë të konsiderueshme të bonove të thesarit dhe obligacioneve të qeverisë. Unë po besoj që bankat do të vazhdojnë të jenë të interesuara në letrat me vlerë, megjithatë me kujdes të shtuar, për shkak se në situata të tilla, si tham, likuiditeti është shumë e rëndësishme. Ne kemi rreth 310 milion euro të investuara tashmë në letrat me vlerë të vendit dhe thënë shifra tjera mundësitë ligjore aktuale që fondi me investu në letra me vlerë të vendit aktualisht janë edhe për rreth 300 milion të tjera. Ne jemi të gatshëm edhe maksimumin e këtyre mjet edhe me investu, por në një normë të arsyeshme që është në interes të kontribuesit. Në gjitha ekonomitë, puna e parë që bëhet është kursimet. Pra, nëse I bëjmë dikun rreth 200 milion kursime, nëse kemi dikun rreth 250 milion që I ka kërku qeveria si kredi marrje, nëse themi dikun që do t'i kemi edhe rreth 50 milion emitim shtesë letra me vlerë, pra mund më diskutu një fond për afërsisht, kisha me thonë 500-600 milion, I mobilizimit përgjithshëm, po ne do t'a kemi të qartë që do t'kemi humbje edhe të hyrat. Pra do t'i mblojmë edhe humbjet në të hyra, edhe do t'i mblojmë këto shpenzimet shtesë. Për te I gatishmërisë për investime, kriza ekonomike ka goditur edhe fondin e kursimeve pensionale të Kosovës, që operon me mbi 1.7 miliardë euro të qytetarëve. Rënjet për neve që operojmë në tregje financiare janë të zakonshme dhe në vitet më të mira, në momentet caktuar ka rënje dhe ka ngritje caktuar. Por, për informim edhe të gjithëve, aktualisht rënja e aksioneve të çmimit njësisë së trusit është, nëse flasim me shifrat e tanishme, jemi dikon rreth minus 4.5%, apo që I bie rreth 85 milion euro në vlerë nominale. Fondi është përballur me humbje apo rënje të vlerës edhe herëve të tjera, më e rënda ka qenë ajo gjatë krizës financiare të vitit 2008. Por potenciali I kësaj krize është akoma më I madh dhe ka një garanci të vetme. Përderisa në vitin 2008 ka pasur institucione financiare që kanë bankrotuar për shkak të tashme qëra të ditura, por kanë qenë institucionet shtetërore që kanë intervenuar me masat e tyre dhe janë ditur përfundimet të cilat do të jenë. Këtu është pak problem të dijet se cilët do të jetë përfundimi. Absolutisht, kushdo që do të pensionohet gjatë këtij viti do të marrë çmimin më të lartë historikisht që ka pasur fondi I kursimeve pensionale të Kosovës. Pra, absolutisht nuk është prekur asgjë.
thjesht ati këthimi që ai piku që e kam rri në pikur më të mirë, ato raportime që janë bërë në fillim të vitit, ato do t'i marrim. Kështu që rënia nuk do t'i afekton fare këta që do dalin pension gjatë këtij viti. Këtë vit, ekonomia kosovare do të përballet edhe me një shkurtim tjetër. 1/7 e produktit të brendshëm përbëhet nga remitencat. Gati 1 miliard euro janë para që çdo vit diaspora i injekton në ekonominë e vendit. Dhe me këtë krizë, kjo shifër do të bie. Ky do të jetë vërtet grushim i madh, sepse nëse në një shtet nuk do të ketë prodhim, do të ketë blerje dhe do të ketë ulje të konsumit, do të gjenerohen efekte të cilat do ta godasin në mënyrë të drejtpërtejtë qytetarin e Kosovës, dhe kur krejt saj shtohet një shkallë enorme informalitetit, qoftë në punësim, qoftë në transakcione, qoftë në raportime financiare, vërtet do të jetë një punë sfiduese. Remitencat e diasporës që janë zvogluar edhe pas krizës e vitit 2008, por sidomos mes viteve 2010 dhe 2011. Tani pritet të ndodhe njëjtë gjë. Sigurisht se do të ketë ngadalësim ose edhe rënje që vlerësimet tona janë se përfundimisht gjatë vitit do të jenë negative dhe remitencat. Pra nuk do të jenë në nivelin që kanë qenë në vitin 2019, po do të jenë për disa milion euro më të vogla. Dhe krejt këto nënkuptojnë që papunësia do të rritet. Unë kisha hezitu me thonë një shifër të papunësisë tash këto. Dhe që ka me u rrit. Po, natyrisht efektet e papunësisë, efektet në papunësi nënkuptojnë. Jemi në një udhkryq